Të thirrur nga lëvizja vetëvendosje, një numër i madh i qytetarëve të Gjakovës dhe jo vetëm protestuan kundër deklaratave të ministrit Jablanović. Numri i protestuesve që kundërshtuan deklaratat e ministrit serb arriti në afro 10.000 veta. Atyre janë bashkuar edhe disa deputet të Kuvendit të Kosovës nga subjekte të ndryshme politike. Protestuesit bartnin pankarta me mbishkrime Lista Srpska Shporru, o me popullin o me Jablanovićin, jemi kundër fashizmit dhe shumë mbishkrime të tjera. Vargu i gjatë i qytetarëve vazhdoi marshin nëpër rrugët e qytetit për t'u ndalur në qendër. Nën emocione të shumta, Nusrete Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave para turmës tha se kush do ta besonte se pas 15 viteve në qeverinë e Kosovës do dilte një ministër i cili pa fije turpi do ofendonte nënat e Kosovës. Na quajti e gërsira, kinse se pas ka ditur që ka pas luftë në Kosovë dhe ka pas se vrarë e të zhdukur. Ai vetëm sa ka hudhë zjarr në plagët të hapura të familjeve të gjithë Kosovës, ku ende edhe 16 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1600 qytetarëve të Kosovës, të bartur trupat atyre në varrezat masive në Serbi, me qindrat trupat të betonuar në rashk të Serbisë dhe duke shkelur mbi trupat e tyre. Ndërsa Driton Çaushi, koordinatori i lëvizjes vetëvendosje në Gjakov, u shpreh se jemi mbledhur këtu sepse është shkelur dinjiteti i qytetarëve të Kosovës dhe se nuk do të ndalemi deri në pastrimin e Kosovës nga mbeturinat fashiste, për të cilën fajtor kryesor janë institucionet qeveritare tona. Nuk besoj se sot duhet zgjatemi me zotin Jablanović, ose Vučić, ose zëvendës kryeministrin tjetër që Kosovën e qunë tokë serbe. Është shumë ofenduese heshtja e kryeministrit tonë që e qunë vetën kryeministër, i cili nuk reagon, bile dhe ofendon më tutje nënat gjakovare. Ne nuk do të ndalemi deri në largimin e fashistëve nga qeveria e Kosovës. Ne nuk do të ndalemi derisa të largojmë qeveritë kriminale dhe të nënshtruara. Ne nuk do të nënshtrohemi, ne do të triumfojmë. Serbia nuk kalon! Serbia nuk kalon! Nëse kërkesat e kësaj proteste nuk realizohen, atëherë stacioni tjetër i protestës është Prishtina, tha Çaushi. Pas fjalimeve të organizatorëve, protesta ku u kërkua shkarkimi i ministrit Jablanović ka përfunduar e qetë.